Unë e kam trajtu si ideologji, si fenomen, sepse kemi pas Al-Qaiden, ISIS-in, gjithmonë, ku e kiti një ushtri gatshme, ti e shfrytëzon për interesat kujdo qatë. Pastaj, kur kom marrë me Erdoganin, edhe më thonin, për Erdoganin s'është ekstremist, por Erdogani ka pas agentin e ti islamike, politike për interesat ti, që ka shfrytëzu Kosovën, Bosnjen, kur janë dali Evropa, Austria, janë mbylli xhamijat, kishte fushate, nuk mujti me mbajt fushatën atje, erdhë prej Ballkanit ju drejtu votuesve ti potencial. Më ka shfrytëzon Ballkanin për interesat ti dhe ne kemi pa qoftë me xhamin e madhe. Kështu që unë kam përcjell më tepër çfarë po ndodh. Historikisht me shqiptarët është provu të na identifikojnë ndryshe. Kështu që kam provu, unë kam qenë një individ, kanë qenë edhe disa gazetarë tjerë, ka pas edhe në politikë aty këtu ndonjë za që ka fol momentin që është fillu një propagandë kundër tyne, jë ndalë. Edhe i kuptoj sepse o pa deri ku mujnë me shku. Kështu që propaganda është e tmerrshme, dhe në kanë media tyre, janë shpërnda fotografit mia online, edhe ti nuk e din zgjoheshen me mëngjes edhe shën një fotografi tonë dhe një montazh apo shpërnda kjo është një islamofobe ose janë dhënë deklarata që nuk i kam thënë asnjëherë. Arbana ka thënë edhe ti shë me mia komenta, ta njerëz besojnë,